Numri shqiptarëve që lëvizën jashtë vendit gjatë vitit të shkuar njohu një rritje prej 14.8% me gati 8.5 milion udhëtime. Janë rreth 3 miliard euro sipas të dhënave të Instat që ata kanë shpenzuar në shtetet të tjera kryesisht për turizëm. Ekspertët shprehen se një ndihmës të madhe në këtë fushë ka dhënë zgjerimi i linjave të fluturimeve me avion, por edhe lehtësira të tjera. Arsyeja e rritjes së madhe të lëvizjes së shqiptarëve gjatë viteve të fundit është hapja e tregut ajror me kompanitë low cost. Madje shifra tregon që nuk lëvizet thjesht një herë apo dy herë, ndoshta lëvizet edhe mbi 4-5 herë gjatë vitit. Për një fundjavë të shkurtër, ndoshta edhe për një lëvizje ditore, ne shqiptarët po eksplorojmë vajtjen në mëngjes në Rom dhe kthimin në darkë. Vendet në rajon dhe Europa janë destinacionet kryesore turistike. Vendet që tërheqin më shumë në numër, natyrisht që janë vendet e rajonit. Europa besoj merr rreth 90% të lëvizjeve të shqiptarëve. Por edhe vendet e largta po lakmojnë gjithnjë më shumë. Në Zanzibar, turistë shqiptarë gjenë në Tokyo, turistë shqiptarë gjenë në vendet në Machu Picchu në Peru apo vendet të tjera. Pra, turistë shqiptarë gjenë edhe në vendet më të largta, Arktik. Ndërkohë, ritmi i udhëtimeve vijon të mbetet i lartë edhe në këtë vit. Sipas Instat, u regjistruan mbi 700.000 shtetas shqiptar të cilët udhëtuan jashtë Shqipërisë gjatë muajit prill të këtij viti dhe me një rritje vjetore 8.7%.